Ju kanë dalë thinjat, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Thinjat mendohen të jenë treguesi kryesor i plakjes, por jo domosdoshmërisht flokët e bardha apo gri nuk do të thonë gjithmonë se ju po plakeni. Flokët fillojnë të zbardhen kur folikulat e rrënjëve nuk prodhojnë më melanin, pigmentin që i jep ngjyrë flokëve. Kjo gjë ndodh zakonisht në të 30-tat tuaja. Përpos melaninës janë disa faktorë të tjerë të cilët luajnë një rol tepër të rëndësishëm në daljen e thinjave. Pirja e duhanit është e lidhur ngushtësisht me flokët gri. Faktorët e jashtëm mjedisor si rrezet ultravioc dhe ajri i tepërt i ndotur janë shkaktar të flokëve gri. Në raste të rralla, thinjat e parakohshme mund të jenë shenjë e sëmundjes vitiligo, anemi ose probleme që përfshin hipofizën apo gjëndrat tuaja tiroide.